Përshëndetje dhe mirë se erdhët përsëri në një video të re. Jam zgjuar, kam çuar Loganin, erdha hëngra bukë dhe nuk kam vendosur akoma këto gjërat në fytyrë, sepse me Loganin nëpër këmbë nuk kisha kohë në mëngjes. Sa e ushqeva e mora më të mira me ato tekat e tij të mëngjesit, edhe na iku ora, kështu që ika shpejt kur erdha po vdisja për bukë. Ela, po vendosur këto. Sot është ditë shumë e ftohtë edhe fytyra më është bërë, më ka ngrirë. Ishte jashtëzakonisht shumë ftohtë. Më është dashur të mbaj makinën 10 minuta ndezur tek i ngroti në maksimum, ta ngroja, të shkrinte akulli edhe më pas të niseshin. Sistemova dy gjëra, çik kuzhinën, çik këtë, dhomën këtu, edhe direkt thash të vendos këto, e pas të vazhdoj me ditën. Kam vendosur edhe gjellën, për sot do bëj fasule, thash ditë e ftohtë, sot shkojnë fiks fasulet. Në mëngjes, do më thëmë për të ngrënë, bëra një sanduiç me qofte, se kisha goxha ditë pa ngrënë qofte. Thash, ua, që ne i harrova qoftet unë që me zori gjeta. Doni ju që unë des alarmi shpis, filloj një ulërim. O zoti mas. Po nejse, me fika. Nuk është se ndodhi ndonjë gjë, domethënë, po ishte, nuk më kishte ndodhur më përpara të më ndizej alarmi dhe erdhi pa pritur ajo zhurma, to shëtinte koka, to shëtinte, bënte në të gjithë shtëpinë, jo vetëm në kuzhinë. Edhe nuk është se mu duk që do ndizej alarmi, sepse ka pas raste që kam gatuar dhe është bërë çik më shumë tym nga ç'u bë sot. Sot nuk e ndjeva që t'ishte bërë tym. Veç kur ajo sot një zhurmë shumë e fortë dhe e holl që to shëtinin veshët. Dhe kështu goca, që po bën juve, si jeni, si po kaloni, apo bën ftohtë ande nga ju, apo jo, më thoni qik. Haj dadi! Shete bënë ordi! Wow, nga fjeri fix. Unë po vendos që gjërat e... Habu. Hëngra. Hëngra buk më shpirt. A do ashtë? U morën vesh lera. Nuk i vura flakën kuzhinë, çdo gjë është okay, po mëra. Bëra një sanduiç. Po nuk dukej që kishte shumë tym për kokën time. Po hapën. Dile një të salonit të që fa me zhjilobë dhe Këta se beram, këta e bera kur vajta hapa derën e salonit i këte tymi. Më erdhi një pako nga Timu edhe do ta hapim së bashku. Unë e hapa se xhirova një reels për Instagram, po do ta hapim edhe këtu. Çka ka marrë? Këto dy dorezat që i pas kam në ngjyrë me kostumin. Pink shumë e lezetshme. Janë doreza prej silikoni, të cilat përdoren në momentin që do t'i bësh një masazh duarve dhe i lyen me krem, vendos këto edhe thjesht rri, nuk bën asnjë gjë. Për të zbutur duart. Unë kam shumë probleme me duart, e dini tashmë, ma kam thënë disa herë. Unë hyj tek ato njerëzit që duart i kam janë 10 vjeç më të mëdha nga që jam unë, edhe ngjajnë shumë keq, sado që përpiqem t'i mirëmbaj me kremra, me gjëra, prap kam huqin e keq unë që laj me ujë të nxehtë shumë disinfektoj, edhe nuk përdor dorashka për të pastruar. Edhe normalisht nga ujë nxehtë ato çajnë, po unë nuk nxëmend edhe marr pastaj nga këto gjëra që t'i mbaj, t'i zbus. Edhe janë këto doreza, 2 copë të tilla, që shpresoj të bëjnë punë. Pse mos bëjnë, domethënë. Shumë të lezetshme, duken shumë të buta, tamam silikoni, vendos edhe rri. Maksimum i vendos edhe pi një kafe, se nuk janë komode për të bërë gjëra normalisht. Diçka tjetër që kam marrë këtu, janë po prap një palë të tilla, po kam pas treguar edhe një herë më përpara, kam marrë nga këto. Këto janë për këmbën, është të njëjti material, ose ndoshta këto që kanë çik më të buta, si këto të duarve që ju tregova, por në këtë rast për këmbët. Pa ta marrë një palë roz, një palë të zeza apo besh, ku diun për Albanin, pa ato rozët u grisën, kështu që kanë një vit e ca që i kam marrë. Kështu që mora një palë të tjera, ndërsa ato ngjyra tjetër janë akoma, më duket se i kam besh. Edhe këto janë shumë të mira, unë kam shumë qejf që t'i bëj një masazh këmbëve, t'i fus në ujë të ngrohtë me krip, me sodë, t'i mbaj për disa minuta, t'i bëj me kremra, pastrimin, këtë gjë ja bëj edhe Albanit edhe të këmbët e mia, edhe në fund fare, pasi janë zbutur nga uji, i ke pastruar mirë, i ke bërë me krem, vishni këto, edhe thjesht të njëjtën gjë rrini. Këto nuk janë fare komode për t'i ikur, për të ecur, po ecet me këto do të thëni turin, kështu që mos e provoni.
Edhe thjesht vendoseni dhe rrini ose mund t'i vendosni gjatë natës në gjumë, ashtu është një super zgjidhje. Dhe pastaj kam këto të dyja, të cilat janë pasi bëm pastrimin e këmbëve komplet dhe sidomos pjesës së thundrave, nuk do të vendosësh këto që sapo tregova, vendos thjesht këto, të cilat vendose vetëm te pjesa e thundrës, do t'ju lë edhe foto që t'i shikoni, edhe kanë këtë pjesën e si tip silikone dhe kjo që ngjitet tek thundra, domethënë kjo është pjesa e brendshme, janë kështu këto. I vesh edhe këtu është pjesa e thundrës, e kuptoni besoj, që të mbaj sa më të butë. Thundrat janë ato që te këmbët krijohen kallo dhe bëhen shumë keq dhe duhen, sipas mendimit tim, të mirëmbahen. Një palë të zeza dhe një palë besh, janë të dyja njësoj, s'po i hap këto. Një për mua, një për dadin. Tjetër gjë, kam diçka shumë të lezetshme këtu, që e hapa, siç thash, se e xhirova, është kjo. Ky është gjergjef, më duket quhet, për të qëndisur. Dhe çfarë do qëndis? Do qëndis këtë gjën. Që lexon kofi. Po s'pas ka këtë kjo, që qëndron. Këtë të voglën këtu, nuk e paska, po ndoshta kështu vinte pakoja, mbasi se kam lexuar atje tek description që kam bërë timu. Shumë e lezetshme, si një coffee shop, si një dyqan kafeje. Këtu lexon kofi, këtu është dera me këto karriget, me këto lulet, shumë bukur, jam shumë kështu, me zëro për ta qëndis, edhe vjen seti së bashku me këto ngjyrat, të cilat janë të nevojshme për të bërë këtë gjë, dhe besoj ata kanë vendosur mjaftueshëm, sepse kanë llogaritur se sa do duhet, se po të shikoni, për shembull kjo e bardha ose kjo ngjyra bezh këtu, shikoni sa të holla janë në krahasim me jeshilen, me këto të tjerat, që janë më të trasha, sepse kanë shumë pak. Fix, për shembull përdorimi të bardhës është pothuajse vetëm tek emri kofi edhe 1-2 vija të vogla të holla. Po shumë lezetshëm që i kanë vendosur të gjitha çfarë më nevojitet. Dhe brenda ka patjetër këtë gjën që është e stampuar, domethënë skica, të cilës unë do të di sipër do ta qëndis, edhe të jep edhe disa udhëzime se si do ta qëndisësh, me çfarë ngjyre, edhe modelin në qëndisjes, si ta bësh këtej në pas. Shpresoj që t'jetë e lehtë. Gjithashtu kishin edhe 2 gjilpëra që janë këtu brenda, shumë e mirë edhe kjo, domethënë i kanë siguruar këtu që të mos dëmtojnë, normalisht janë shumë të rrezikshme, po që kanë menduar që t'i vendosin. Zakonisht kemi gjilpëra në shtëpi, po ka dhe njerëz që nuk kanë edhe kanë blerë të setin tamam me çdo gjë që nevojitet për ta qëndisur. Kështu që unë me zëro për ta qëndis, inshallah nuk e vonoj shumë. Për ku e mora, ku do ta vendos, do ta tregoj pak më vonë, po nejse. Kam marrë këto, kam parë shumë goca që i kanë, edhe ju shkojnë shumë, gjajnë shumë bukur, thash ok, dua dhe unë, po nuk e di, a më shkojnë apo ngjaj si dhi, më thoni të vërtetën. Më shkojnë? Nuk jam fort e sigurt. Kanë një dritë si blu, kanë një efekt blu, bojqelli, ndoshta të qetësuesin, aku di unë, për të parë. Po, më duket lezetshme, thash t'i kem për ndonjë foto, për ndonjë video, për ndonjë gjë kështu. Nuk e di a do t'i vendos, nuk e di nëse kam guxim të dal jashtë me këto, apo do ngjaj shumë shëmtuar. Më thoni të vërtetën, please. Ose po të shkojnë, ose jo nuk të shkojnë, se nuk do mërsitëm. Dhe gjëja që më pëlqen më shumë këtu, te kjo porosia, është kjo kutia, e cila ka 4 gota të vogla për të bërë espresso. Po, këto janë fix masa e macchiatos, në fakt që më pëlqen mua të pi. Janë, tash mua më gjen si qelç, kjo këtu thot kristal. Kokë kristali thot kjo. Po nuk e di a është kristal, duket se këto duheshin goditur një anë tjetër për të dëgjuar edhe tingullin e kristalit, do ta provoj. Po çka kanë të veçantë këto? Janë në formë kafke. Siç e shikoni. Ama mua për vetëm pëlqejnë. E pash tek një doktor në TikTok që po bënte rutinën e tij të mëngjesit që e fillonte në orën 4, ose jo rutinën e mëngjesit, një ditë, një vlog të tillë, edhe u bëra shumë kurioze si është një ditë e një doktori. Çohesh në orën 4 boti edhe pinte espresso, edhe kishte gota të tilla, që aty mu fiksuan mua, i bëra screenshot e fotat e tij, mu e gjeta atje, edhe e mora. Tash të hap edhe një tjetër, që të shikoj në qoftë se janë vërtet kristal, apo jo.
Ju e dini tash në fiksimin tim për gotat. Jo, se në kristal. Kristali pasi godet, bërë atë zhurmën. E vazhdojnë. Këto vazhdojnë leshtë të currit. Nuk vazhdojnë këto, por s'ka problem. Do bëj pastaj kafe, një për mua, një për dadin. Fakt, Albani nuk e pëlqen kaq. Albani do bëj espresso që pi në mëngjes këtu. Pi një espresso ai pa sheqer, pa qumësh, pa asgjë, domethënë thjesht bën një espresso, tek e pi direkt edhe ikën që ti hapen sy orën 6 mëngjesit. Për ato, po, për ato domethënë, ndërsa për latte, sigurisht që nuk e nxë se Albani ka qef që të pi pak më të madhe. Ndërsa unë për macchiaton time e kam fiksu që do bëjmë macchiato të kjo së bashku tani, se nuk kam pirë për sot. Sikur e ndjeva që do vini këto dhe nuk do pija. Edhe siç e patë seti ishin 4 copë, unë po rri kështu, nuk e di pse. Ose ndoshta ka qenë mbështetur këtu te dora, nuk e di. Kështu goca, do t'i mbledh se bëra lëmsh dynjan, edhe më zor po pres të bëjmë këtë gjën. Do t'i keni të gjitha produktet, besoj do t'i vendos me foto që t'i shikoni dhe t'i kuptoni çik më mirë se ç'a janë, si qysh tek, edhe pse ishin qarta besoj. Por kështu, tani vazhdojmë me ditën edhe me vlogun. Gjeni pak se kush hëngri një tas me fasule për shesh në kënaqi tani. Kjo është për këmbët, që ta dini ju çupa për këmbët. Për çfarë është kjo? Këmbë. Kujt është kjo, mamit apo dadit? Mami. Ta mbaj mami këtë, plak. Tri. Tani, këto që ju tregon gatimu, sigurisht që do t'i hapi, do t'i kaloj doganieri në dogan. Kalon apo s'ka? Po të paktën duke i lënë të hapi këto, fut në një lukë fasule, unë e hëngri të gjitha, si mos e nuk u lënë do të manë. Hëngri, do pishik morë uj? Kënej qik lutën. Okej, hëngri. Thashtë ta vjen në gjumë, po nuk dua ta vë në gjumë, se do më të shmëndi deri në 11 të darkës pastaj. Unë fut këtë zirë. Mos të bëjmë me klur, do t'i lëmë kështu, okej? Tani, s'kam bërë akoma kafen, do bëj kafen, më erdhi një pako tjetër. Se po më dhëmë qafa. Më erdhi një pako tjetër nga Shein, po janë roba për Albani, do t'a tregoj pak më vonë. Të puth pak? Yes or no? Thoj çupave, qa hëngre sot e beba ti? Të skolla? Hënga e beba skolla, bastur, pik, dhe putraps, dhe e si homela, dhe pik buku. Bëj si hollë të, dhe su. Këto thot t'i solli Shein hollë. Nga që kur erdha me makinë, ai postjeri e kishte lënë pakon te kosha, edhe direkt përballë domethënë e pa ky, edhe i di që çdo pako, çfarë do lloj pako që na vinë në shtëpi është Shein hollë. Oh! Tash në me mamë këto, të lutem se nuk doja që të marrin mbeturina edhe të bëjmë pis. Më lapër dhe ta. Jesus Christ. Jesus Christ. Nuk thot Jesus Christ, po Jesus Christ. Më ra telefoni, më ra bateria. Si theti Jesus Christ? Please, please. Je, po the qik gocave Jesus Christ. Jesus Christ. Jesus Christ. Okej, the gocave me kujdes, po. Matas, the cab, it's a cab, the uwi. Mos I bëni këmbët ujë, çupa se ky kishte bërë këmbët ujë, po t'ja vesh e bucat e bebat. Ti vesh e black boots, çike atje?
për atletet qelbur. Okmades, thot, me kujdes. Okmades. Jo, mos e zbërthej këto. I kemi bler një advent kalendar që është me çokolata. Bylli syt, tregoj çupave si i mbyll syt ti? Po shiko nga çupat si i mbyll syt. Ky i mbyll syt kështu. Bylli syt, këto tjetrin e hap sa për 2. Bylli syt. Surprise! I kemi marrë këtë që i japim nga 1 në ditë. Edhe sot e meriton se hungry. Which one? Të kush numër kemi arritur? Hungry, tasin me fasule më kënaqi, kështu që. Edhe i thash Albani do bler një 6 në 7 të tillë si këta, që ta shty deri nga vera, të parkin haj. Ta haj buk, që të hapi surprizën pas bukës. Ka numër? 7 e kemi hapur. Pas 7, kush number vjen? Which one? Where is 8? Kush Oh, there's 8. E di që pas 7-ës vjen 8-a. Po, këto është. Bravo, star. Bravo, kjo është, star. Bravo. Bravo. Oh, this one here. Oh my god, Logan, qa është ajo që mirë. Shumë e mirë, duket shumë e mirë ajo. Të ka që çupave kjo është. Me surprise edhe stu. Po, pse ta dha mami këtë surprise ty se? Surprise të Po. tani. Surprise të dyqani e blemneve, po pse ta dha mami ty këtë? Ta dha mami, nga që hëngre buk. E blu. Yes, hëngre tasin me gjelti, më kënaqe, hëngre fasule, tani, se meriton atë. Pa tasin me fasule, që ishte ngjyrë orange, portokalli, nuk e dua të ha green, nga që do të haj boroni. Unë s'kam spinaq të bëj boroni sot. Mraf të pika ka kaluar një javë dhe nuk i kam bërë dhe kjo ka shumë që e boroni. E dua green, do të atë. Do vesh pasaj me datin në dyqan të blesh green, të hash nesër. S'na më green. Në habaruar green o shpirt. Robles green. Surprise, do ta blej dati surprise, ty që të hash të gojë ati, okej? Po, thoj pak çupave qa hëngret e shkollat ti sot? Te ky kopshti që është tani nuk i jap më buk me vete, japin ata. Edhe do më thënë japin një snack, ndërsa dreka, që të hajta mam, kushton vetëm 2 pound e 71, diçka e tillë, do më thënë asnjë gjë. Edhe e kam më mirë kur ha atje, që të haj çfarë han të gjithë, sesa kur ja jap me vete nga shtëpia, se njërë mund ta doj, njërë jo, njërë shikon çka ka bebi tjetër mbase do të bebi tjetër, ndërsa kur han të gjithë një të gjë është më mirë edhe për mua. E ky është një dësio mos hap të lutem. Thoj pak çupave qa hëngret e shkolla? I kishin dhënë një mandarin ato sot, edhe qumshtin e kanë të përhershëm, kanë një fermë që të përditshëm janë çon gjithmonë e ferma dhe e pi Logan, e thotë që e piva, një herë më tha e derdha qumshin, ditë të tjera më ka thënë e piva, dhe mandarinat nuk i kishte ngrënë sot se kishin qime, dhe ky qime ju thotë atyre, i keni parasysh ato gjërat e bardha që kanë mandarinat thela nga brenda që do ta qërosh shumë mirë, shumë pastër, që mos të ketë qime që ta haj ky. Edhe me sa duket e pas ka lënë, se nuk e ka ngrënë. E hëngre orange të shkolla? No, so I'm finished okay, but Orange të shkolla, baby orange e hëngre? Yes or no? no, Why? Qa kishte baby orange? Baby orange super. Kishte qime? Kishte qime baby orange? Yeah. Se ka mendje tani se do bëj fje, këtë pun kam unë pastor rregullo ky hap prap. Se mos vetëm unë gjithë, me që kemi beba. A pouco creme, the baby wants a Ka hapur kremin, i ka bërë rrobat, dalë si më çkeve. I ka bërë rrobat e veta me krem. Edhe tani po justifikohet se e hapi për të bërë baby motrën. Hajde bëj. Unë kam lër
Kjo më këputi. Forcohet, bëhet sigur edhe rri vetëm këtu, kështu, kaq. Po e disa më dhëm barku. Bëj komplet, pik. Unë erdha sipër, do futesha qik të dhoma e logani do sistemoja, sola një 2 roba që i palosa lartë, i vëra mbër vënde, edhe ula ngella këtu të rëshis po vjen të qohet. Pik. Ha, komplet, be. Edhe nuk do të hapësh me këtë të lutëm që ke bërë dynjan. Si e more këtë një, kjo është sipër të bufeja. Pik. Okej, ha, be. Hape me dorë. S'ka nevoja, ndej, këtej më shumë këtu. Bravo, edhe një qik nga vjen dadi, për jashta nga ka dal një djel, moj goca. Kokra e djelit na duket, thjesht është goxha ftohtë. Po nëjse, ta shika kohën, s'kemi që të bëjmë, edhe pse s'më pëlqen. Do të kafshoj unë ty, me zërë po pres kur do vi vera të kjo shtëpia, pra vera që t'jetë ngrohtë, të hapim dyert komplet, të futet dielli brenda, të shijojmë gardenin, se nuk e kemi shijuar fare. Fini. Si finish, kështu do mbalesh, hape me dorë. Ta mbjellim, ta bëjmë siç kemi menduar, kam parë ca video. Bravo. Shiko si ke këtu krem, gjitha të krem ke hedhur. Kam parë ca video shumë të bukura që kam bërë njerëzit, baqet e tyre. Po a ish nishan, e kemi njësoj me mamin, shiko, luk, mami e ka këtu, ti e ke këtu. Shiko, ne kemi një nisan të ti nisan. Unë e kam më tek dora, Logan e ka tek kyçi. Aman e reçun, aman, hajde këtu, na falë, se e pas ka vën kremin se ka bubu. Okej? Thank you, Mami Gina. Mi bërë robat pis. S'guxoj të mbaj një robë pastër se tëra mi qelë ky. Ca dit më dolën ca shenja, isha duke ndenjur unë për qefin tim të këndi, vetëm kur më thot Albani, që i ato vijat të barku? Unë ngriva, hapa sytë, thash qa vijash, se unë deri këtu të kërthiza shikoj, u të i bosh nuk shikoj gjë. Edhe, qa vijash i thash, ke ca vija thasit kuqe, mua mra pika. Thash, mos më është qarë barku. Edhe, dolën ca vija, këtu e kam, se kam pasyrën për balun tani, 1, 2, pasaj këto tjerat janë kjo okej, që s'quet, edhe janë damarët që duken shumë, po këto 2 vijat këtu, nuk jam e sigurt, a janë stria, u qa barku, u qa për qarë, nuk është qarë akoma, se nuk është e qarë lëkura, thështë ka dalë si hije, po nuk jam fort e sigurt, thash mos, nuk doja të më qaj normale, me Loganin nuk kam patur as një shenjë, dhe me Loganin nuk më kanë dalë këto. Kështu që nuk jam e sigurt se qa janë. Po shpresoj shumë mos të më qaj, edhe mos të më ngeli shenjë. Edhe po më ngeli nuk është se e vras mendjen shumë, se tash i gjëra që ndodhin janë, po nuk dua të më ngeli, pse të më ngeli. Edhe e kam lyer me vaj gjatë gjithë kohës, me atë vajin ja rroba emrin tashi, që kam lër të buci, atë kam përdorur edhe me Loganin. Edhe këtë herë. Tani, duhet të çohem. Nxora dhe rrobat e lavatriçes, por nuk i kam hapur akoma. I kam lënë te legeni dhe duhet t'i hap, po e disa po më pëlqen që paritu. Ori ti që bëre gabim? Ha? Jo? Je apo jo? Qa ishte kjo? Je, s'ty qova, më sorry. Kujdes të lutem, në mata pi pak mami. Kujdes se do bësh pis. Jo, nuk e pinë bebat. Iu, kafi, nuk bën kafi. Shkeqe. Jukben. Vazhdon akoma të thoj jukben. Më zuri një gjumë të këndi, do me thënë, jo një gjumë i thellë, po kisha shumë nevojë të shtriesha, edhe ishte një gjumë kështu, një sy hapur, një sy mbyllur, se kisha Loganin në përdhom, që po luante, edhe vinte më përqafonte, gjatë gjithë kohës e ndjeja, më puthet të barku, dhe në një moment avash mori, lë gjithmonë një batanie këtu të këndi unë që të mbulojmë ndonjëherë kur kemi ftohtë ose shikojmë televizor, edhe
E mori avash erdhi, po ma hapte, më mbuloja, më në zot që fëmija është. E tani ka ikur me dadin në dyqan. Albani më ndihmoi fshiu shpinë, unë vendosa enët e lavastoviljes në përvënde, pastaj të tjerat që u bën i futa në lavastovilje. Kam vendosur një lavatrice tani do filloj të bëj procesin e tharjes. Nuk e din qofse gjoni këtë centrifugën që bën një herë shtrydhja, ku diun se çfarë ka. Edhe kështu do më thënë rregullim me gjëra nëpër shtëpi, hëngrën buk sigurisht. Gjërat ato mbasdite që ne preferojmë ta kalojmë bashk, pa xhiruar, me muhabetet e ditës, me gjëra të tilla, si çdo shtëpi. Por, për çfarë hapa kamerën tani? E hapa sepse do t'ju tregoj disa gjëra që më erdhën nga Shein, ju thash ishte që posteri kishte lënë pakon për jashtë, e morëm edhe i hapi dadit të gjitha, janë rroba për Albanin, i ka zgjedhur vet ai, i pa, i provoj, i rrini shumë mirë. Edhe duhet t'ju tregoj edhe juve. Kjo bluza, siç e shikoni, materiali komplet si peshqir, super e trash, vetëm do doja që të ishte pakës fare më e gjatë nga mbrapa, është një çikës e shkurtër, po për shtëpi Albani mirë, kam mbase e vesh edhe për të dalë. Tashi siç e shikoni është me këto puplat, me këto gjëra, se janë disa materiale që janë të tilla dhe kanë lëshuar, kanë marrë puplat nga njëra tjetra, plus që do bëra ai procesi i parë i larjes që t'ju iki këto puplat. Kjo është komplet me zinxhir. E gjitha edhe ka 2 xhepa, por shumë e mirë, shumë e butë në dorë. Më pëlqeu kjo, edhe i rrinte mirë edhe Albani, po siç thashë ishte një çik më gjatë, do ishte më e mirë. Kam marrë këtë bluzën tjetër, blu të errët. Kjo është shumë e mirë, kjo është për të dalë edhe për jashta. Shikoni çik si është nga brenda. Si lesh dele e ngjan, komplet e gjitha, edhe ka 2 xhepa në anësor, s'ka ndonjë gjë të veçantë, bluzë çunash sportive. Dhe kjo është set së bashku me këto pantallona, do me thënë kur i bëj porosin atje, i bëj porosin tek e tek veç, po që janë të njëjta. Edhe nga brenda kanë po prapë edhe pantallona të njëjtën copë, këtë si lesh dele që të më fal. Tuta të thjeshta, me një xhep në pas, me 2 xhepa para, ngjyra blu e errët. Një gjë tjetër që kam marrë këtu, që më pëlqen shumë është kjo, një hoodie, edhe ky material i peshqir. Unë e dini që jam e fiksuar për këtë materialin, po ka filluar edhe Albani të fiksohet, dhe i kam marrë pothuajse gjitha rrobat kështu. Ka këtë qenushin, shumë të bukur me gjithë kufje, edhe të njëjtën kokën e qenushit e ka edhe të stampuar tek krahu. Nuk është i qëndisur, është e stampuar. Kjo do doja më shumë ishte e qëndisur, por jo. E thjesht fare edhe kjo. Ndaç ta mbaj për të dalë, ndaç ta mbaj për në shtëpi, për kafe, për xhiro, për këtu vërdallë shumë e mirë. Diçka tjetër që më pëlqen shumë që kam marrë është ky seti me këto pantallonat e shkurtra dhe shikoni që edhe ky është po prap materiali i njëjtë që ju tregova. Edhe madje shkon edhe me këtë bluzën, këto tutat shkojnë me këtë bluzën që kishin qenushin se e kanë në ngjyrë kafe, edhe do duken shumë bukur së bashku me qirallafi. Shkoni kështu. Por këto tutat vinë set vet me bluzën e tyre, që është kjo, është një hoodie me kapuç, me 2 xhepa para, edhe te kapuçi ka këto 2 veshët. Ka filluar Albani të ndroj stil, nuk po vesh me rroba vetëm sterceza. Më pëlqen shumë, nuk duhet ju them që është e butë, se besoj imagjinoni vetë ose duket që kur e prek se sa e butë është, por shumë e lezetshme. Mbase këtë kostumin ose këto rroba do t'ja vesh edhe unë. Sikur nuk kam 1 milion rroba të mia të zot, sa rroba kam që si kam veshur akoma, që i kam marrë kohët e fundit, thjesht do t'i vesh pas lindjes, se tani nuk i vesh dot, nuk më bëjnë, ose më rrin bluzat e shkurtra më del barku. Edhe po mendoj unë tani të vesh edhe rrobat e Albanit, imagjino. Po shumë nice kjo. Kam edhe një gjë tjetër që kam sipër pritje të ta marr. Dhe diçka tjetër është këtu një jelek, shumë ngjyra bukur, më pëlqen jashtëzakonisht shumë, për vjesht edhe për pranverë. Albani ka disa të tillë, po shumicën i kanë në ngjyrë të errët, blu të errët, të zezë kështu. Dhe e mori këtë, ju e dini që unë kam fiksim të ngjyrë. I thjesht edhe ky, asgjë të veçantë, 2 xhepa, kapuçi, edhe ndërsa ka pa keq. Edhe është shumë praktik për ta veshur, ai preferon goxha këto. Edhe kështu, nice. Këto rroba kështu zgjedhur Albani. Si gjithmonë kodet që Shein më jep, juve do t'i keni poshtë kutia për shkrimit, ndërsa unë tani duhet të pres lavatricën që të mbaroj tharjen,
që të vendos të fus një ujë edhe këtyre. Sidomos ato materialet e tjera që u tregova duhen patjetër të lahen se lëshojnë atë pushin edhe të bëjnë qelbur. Kështu goca.